si duhen konsumuar, sepse edhe duhet dim si konsumohet. E para, fara chia për shembull, ka nivele shumë të lartë të vitaminës B1, pra të tiaminës, B3-shit, B2-shit, edhe B2-shin e ka të moderuar në sasi, por ka vitaminë E, ka kalcium shumë të lartë, magnez shumë të lartë, fosfor shumë të lartë, fara chia. Hekur të mirë, kanë dhe zink, bakër, mangan dhe kalium. Nga aspekti tjetër kanë përbërës bioaktiv si omega 3 shumë të lartë. Kanë dhe fibra gjelatinoze që quhen mucilage. Ato janë problematik që frujën në zorë. Po kanë gjithashtu dhe element si acidi klorogjerik dhe kafeik. Tani, farat e qias mbështetin zemrën, janë shumë mirë për kockat dhe bëjnë tranzitin për të hequr, pra për të dhënë ngopje dhe për të shkarkuar zorën. Por kush janë të metat e kësajt? Bëjnë fryrje në qoftë se ne ham për ditë, në qoftë se nuk i lagim dhe i ham në kohë të gjata, e bëjnë zorën të jetë më e ndjeshme dhe përdorimi i tyre nuk duhet të jetë më shumë se 1 lugë çaji të njohura më parë, të paktën 2 deri në 3 herë në javë në maksimumin e vet. Parat e lirit. Maksimumin e vet. Parat e lirit, përveç njerëzve që janë të sëmurë apo kanë një problem tjetër që kanë një dietë të specializuar nga një dietolog, nutricionist apo dikush tjetër, të cilët mund ta kanë dhënë në përditshmëri, që kanë një problem të rëndë shëndetësor. Po flasim për njerëzit e zakonshëm. Farat e lirit kanë vitaminë B1 shumë të lartë, kanë B6 dhe B9 dhe rekomandohen shumë për gratë shtatzëna, për njerëzit që kanë probleme me anemin, rekomandohen shumë dhe kanë pak vitaminë E, po kanë nivele të larta magnezi shumë të lartë dhe fosfor shumë të lartë dhe kanë hekur shumë të lartë. Kanë dhe zink, bakër, mangan, kalium, kanë dhe ato. Kanë dhe omega 3 shumë të lartë. Kanë dhe fibra mukozale siç kanë dhe të tjerë, dhe janë nga ushqimet më të forta dhe plota, mund të themi, ose ushqim, pra suporte. Por ka një gjë, në moment që bluhen, oksidohen shumë shpejt nga gjithë farat e tjera. Atëherë si ti konsumojmë? Bluhen në çast e konsumohen. Ti bluhem në çast, jo ti lëm. E kuptova. Me ditë. Jo, se oksidohen dhe kthehen në prooksidan, sidomos vitamina E dhe bëhet inflamator në trup. Dhe shumë raste deli patretu ku nuk ose do t'i njohim, edhe mund t'i njohim, edhe mund t'i fermentojmë. Ka raste që fermentojmë. Po, edhe mund t'i fermentojmë. Në ana tjetër, rekomandohet 1 lugë çaji, kjo pak më tepër se farat e qiat. Mund të konsumohet 4-5 herë ndoshta në javë. Po është në maksimumin e vet. Më mira do ishte të gjithë farat një herë në javë është e mjaftueshme. Nga ana tjetër farat e kumullit kanë shumë vitaminë E, kanë vitaminën B2, B3 dhe B5, kanë edhe pak folat, pra vitaminën B9, po kanë nivel të lartë të zinkut, kanë nivel shumë të mirë të magnezit dhe përsëri hekur, fosfor, bakër e këto të tjerat. Ka nivele të fitosteroleve dhe proteinave bimore cilësore dhe yndyrë monopolit të pangopura, që janë shumë antitumoriale apo antiinflamatore dhe janë shumë mira për problemet e lëkurës, të hormoneve, të sistemit nervor dhe të gjumit dhe për problemet e parazitëve dhe forcimin e sistemit imunitar. Por nuk duhet konsumuar farat e kumullit kur i heqim nga lëkura, flasim, sepse ose ha me lëkurë përdoren vetëm për njerëzit që kanë parazitë, përgjithësi dhe për pastrim, dhe jo për kohë të gjata, sidomos për fëmijët. Duhet jo më shumë se sa 1 grusht i vogël ose 2 lugë gjelle, 2 herë ose 3 herë në javë, dhe kjo është maksimumi e vet. Pra 2 lugë gjelle. Farat e kumullit, farat e lulediellit. Shumë të larta me vitaminë E, B1, B6 dhe B9 në sasi goxha të larta dhe ka nivel shumë të mirë të selenit. Personat që janë me tiroide duhet i konsumojnë më shpesh. Pra kanë problem të mungesës së selenit. Kanë magnez të mirë dhe po ashtu kanë mangan dhe zink edhe për problemet e diabetit dhe elementeve të tjerë dhe kanë hekur pak të moderuar. Kanë yndyrë polit pangopura ato, pra si omega 6, se këto janë ato yndyrë, dhe janë antioksidante, bëj shumë mirë për lëkurën, imunitetin, për mbrojtjen qelizore, për problemet e sistemit nervor dhe qetësinë dhe problemet të aksit dhe të stresit, madje përdoret në disa çajra lëkura e farës të zezë, disa naturopat përdoret si çaj përzier me 4-5 bimë të specializuara që nuk mund të them dot tu, por duhet të jepen në një posaçëm, përdoren shumë dhe në disa elemente ku kemi disa probleme të rënda të diares, apo ku kemi probleme të stomaut, por dhe ku kemi disa probleme të acideve yndyrore dhe dobësisë. Kanë nivele shumë të mira të omegës 6, por kur teprohet, kjo kthehet në inflamacion. Se omega 6 kthehet në inflamacion. Duhet përdorur në sasi të vogël 2 lugë, 3 lugë në ditë. Kjo mund është në të vetme të fara që mund të konsumohet në ditë 2 deri në 3 lugë gjelle. Që mund ta konsumojmë në mënyrë të përditshme. Është e mira që mund të konsumohet ashtu, e mira është të konsumohet shumë pak e pjekur, sepse lëshon disa acide yndyrore më mirë, i lëshon më mirë nivelin enzimatik dhe tretet më mirë. Farat e susamit që janë nga farat më të rëndësishme, nga antitumorialet më të fuqishme dhe që kanë vitaminën F në nivelin më të lartë,
Kanë dhe vitaminën B1 dhe B6 që na duhet shumë për problemet e sistemit nervor, kanë dhe sasit folatit, kanë kalcium shumë të mirë dhe i shërben shumë kockave, dhe këto zakonisht janë për problemet e kockave, si antioksidantë fuqishme sëmundje të rënda, në nivelet e inflamatoreve dhe kanë nivelet e fitosteroleve dhe yndynave shumë të mira. Të pjekura apo ashtu siç janë mund t'i konsumojmë? Parat e susamit. Po. Parat e susamit duhen bluar. Vetëm t'i bluajmë. Të bluajmë dhe duhet konsumuar në sallat, në gjellë, në supë zakonisht mund të hidhen në gjellë, nuk ka rëndësi. Zakonisht në disa naturopati bëjnë të fermentuara. Tani çfarë kanë farat në përgjithësi? Kanë magnez, fosfor, E, zink, B, tërë komplekset e vitaminës B, pra jo të gjitha, po një pjesë tyre B1, B6 si shta, dhe kanë elemente të tjera. Tani do jetë fara më e mirë nga të gjitha këto, kush është fara më e mirë që njerëzit duhet zgjedhin? Në rast se duan një balancë hormonale, duan një zor të mirë, shëndet të mirë të zëmrës, kanë probleme tumoriale, sidomos të kancerit të gjirit të gratë, pakti që është studiuar mirë, duhet përdorur farat e lirit, sepse ka shumë ligane që janë unik për problemin e metabolizmit të estrogenit që gratë për të sëmurur problemet e tumoreve vjen nga estrogeni një pjesë e tyre, kanë omega 3 shumë të lartë dhe ndihmon shumë problemet e kapslëkut ku bluhen të freskëta, mbështet zemrën dhe mikrobiomën, sidomos njerëzit që vuajnë nga problemet hipertensionit dhe problemet e zemrës. Duhen bluar në moment dhe të konsumohet. Në qoftë se doni imunitet të mirë, lëkurë të pastër, lëkurë të fortë, keni akne, keni problem me parazitët, atëherë duhet përdorni farat e kumbullit, sepse ka nivele të larta të zinkut, ka nivele të larta të magnezit për sistemin nervor, prandaj rekomandohet që të konsumohen nga mbasditja deri në darkë dhe nuk rekomandohet që të konsumohen në mëngjes si e bëjnë një pjesë e njerëzve në mënyrë të gabuar. Dhe kanë dhe po ashtu dhe proteina bimore shumë cilësore. Pra, siç tham, një grush 2 lugë, ndoshta 2-3 herë në javë. Në qoftë se duam kocka të shëndetshme, apo kemi probleme të sistemit autoimun, kemi dhe problemet e kancerit përgjithshëm, po themi, ose tumoreve, një nga farat më të mira është farat e susamit. Ka nivele të larta të kalciumit, kanë disa forma nga më të mirat të fitosteroleve bimore dhe antioksidantëve dhe janë nga më të shëndetshme sidomos për problemet e dhimbjes së kyçeve, problemet të artritit apo problemet tjera të reumatizmës. Në formën më të mirë është në formën e tahinit, ku bëhet ajo salca tahinit, po e keni dëgjuar, është përthithja më e mirë që mund t'i bëjmë sakt. Që mund ta bëjmë edhe vetë apo jo, me vaj ulliri dhe me susam. Po. Në ana tjetër, antioksidantët, fara që ka nivelin të lartë të antioksidantëve, qofse duan marrin një shëndet të përgjithshëm, edhe thash edhe për aspektin mendor, qetësim mendore, mungesë të disa yndyrnave, dobësisë e tjera, është fara e lulediellit. Sepse për lëkurën, sidomos duke pasur nivelin më të lartë të vitaminës C nga gjithë farat, dhe e cila është dhe vitamina A është dhe mbrojtje qelizore në qelizën tonë, dhe këto duhen konsumuar. Pra, mos harrojmë, këto janë pjesa kryesore që pjesa më kryesore e farave që përdorim në përditshmëri.